حي على الفلاح. Të nderuar dëgjues, selam aleikum dhe përshëndetje për gjithë juve që jeni pranë valeve të Radios Kosova e Lirë dhe ju gjithashtu që na ndjekni nëpërmjet internetit apo radiove të tjera lokale të cilat transmetojnë emisionin ton. Ne po takohemi bashkë edhe këtë të martë me emisionin edukativo fetar i cili transmetohet pra këtu në Radion Kosova e Lirë dhe me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi, imam dhe ligjërues këtu në Prishtinë. Selam aleikum profesor. Aleikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe sonte fillimisht të nderuar dëgjues ne do dëgjojmë bashkë një këshill nga profesori dhe më pastaj do t'ju mirpresim në 038 249 që në mënyrë direkte t'i parashtroni pyetjet e juaja. Pastaj mund të na shkruani edhe nëpërmjet internetit në adresat elektronike t@ndërllajnjohimtëvërtetën@hotmail.com, nëpërmjet rrjetit social Facebook të përfitojmë nga hoxha i nderuar Dr. Shefqet Krasniqi, si dhe nëpërmjet SMS-it në 044 156 Por ne bashkë fillimisht dëgjojmë profesorin, pastaj ju mirpresim juve profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah Zotit të gjithësisë, Zotit të gjitha botrave, botës njerëzore, botës shtazore, botës bimore, botës toksore asaj detare, botës qiellore, botës së dukshme dhe të asaj të padukshme, kësaj bote dhe botës tjetër kur të dalim para lartmadhërisë së Tij. Ai është Zot i gjithësisë, ai është i pari dhe nuk ka asgjë para Tij, ai është i fundit dhe nuk ka asgjë pas Tij, ai është i vetëm, nuk ka rival, nuk ka ortak, siç ka thënë i madhi Allah, Qul huwallahu ahad, thuaj ti o Muhammed se Allahu është një. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu i madhruar, nuk ka nevojë për askënd, e krejt kanë nevojë për të. Allahu është i pavarur, e krejt nga ai janë të varur. Allahu nuk ka nevojë për ushqim, Allahu nuk ka nevojë për pije, për pushim. Allahu është mbi ligjet e natyrës dhe ai është krijues i këtyre ligjeve. Lem yelid, Allahu nuk ka lindur nga askush, walem yulad dhe ai nuk e ka lindur askë, walem yekun lehu kufuwan ahad dhe nuk ka asnjë rival ortak për të madhin apo ndaj të madhit Allah azza wa jall. Allahu nuk pranon shok, Allahu nuk pranon rival, tebaraka wa taala. Ne dëshmojmë se ai është i vetëm dhe se i tillë meriton të adhurohet dhe të madhurohet. Pastaj bijem salavat dhe selam mbi të dashurin e Tij, mbi Muhammed Mustafan, mbi njeriun më të mirë e më të mençur, mbi atë i cili wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mbi atë për të cilin dhe ndaj të cilit tha i madhi Allah azza wa jall, nuk flet me hamendje, in huwa illa wahyun yuha, por flet krejt ka flet inspirim dhe shpallje nga i madhi Allah azza wa jall. Andaj edhe fjalet e atij të dërguari janë shpallje prej Allahut të madhruar tebaraka wa taala dhe janë burim për fen dhe dinin ton islam. E fjalt e Tij janë shembull, e fjalt e Tij janë ernek, e fjalt e Tij janë burim dhe janë baza në të cilat mas fjalëve të Allahut bazohemi ne musliman në vendimet dhe dispozitat dhe në krejt jetën ton.
Andaj gjithmonë themi ka thënë Allahu, pastaj themi ka thënë pejgamberi ose ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe fjalët e tij janë nuri dhe dritë, janë shëmbëltyr dhe janë vepër të cilat ne duhet të fusim në praktik. E fjalët e tij neve na mësojnë se si ta adhurojmë e ta njohim Zotin ton te bareke wa taala. E një prej fjalëve të tij të shkëlqyra, e krejt fjalët e tij janë të shkëlqyra dhe të ndriçuara, thot ai i bekuar sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurajrete, ky shok i bekuar dhe shumë i nderuar i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ya'ti ash-shaytanu ahadakum fayaqul man khalaqa hadha hatta yaqul man khalaqa Allah فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Ka thënë ai i dërguar, shejtani i mallkuar i vjen dikuj prej njerëzve, dikuj pra jo të gjithëve, por shumë njerëzve ju vjen ai i mallkuar në formën e vet, duke i bërë cytje njerëzimit, duke i bë ves njerëzve, duke u munduar mos me i lan rahat, duke u munduar mos me i lan të qetë në fe, apo duke u munduar që ata të cilët nuk janë në islam mos me i lan me u konvertu në islam, në veçanti ateistat dhe ata të cilët pretendojnë se Allahu i madhruar nuk ekziston dhe se kjo gjithësi është krijuar vetvetiu, gjë që është e pakapshme dhe jo logjike, dhe kur përjet mendjen kuj s'mundja mush, s'mundet me jambush, dhe asnjëherë nuk mban njerëzimi mend ndonjë teori më të lodhshme dhe më të palogjikshme dhe më të pakuptuar dhe jo bindse se sa teoria e darwinizmit apo ideja marksiste se kjo dynja, se kjo gjithësi është e krijuar prej materjes dhe se nuk ka asgjë para sajna, apo teoria e Darwinit siç e njohin njerëzit se njeriu është i krijuar prej majmunit, la ilaha illallah. E a keni ndëgjuar ndonjëherë ju o musliman që një majmuni me u bo njeri apo njeri me u bo majmun? Këto me men krye njeri ish nosh nuk e thot, e ai që është i smutën kry, ai e thot, por të smutit në krye nuk i shihet për të madhe, sepse ai flet çka nuk mendon, apo thot çka nuk e din, edhe çka po vepron. Kur për jetë nuk ka ndodhur, e as nuk ka me ndodhur që majmuni me lind njeriun, e as njeriu me lind majmunin, sikurse që nuk ndodh që lopa me lind delmen, e as delja me lind deven, por se cila e lind llojin e saj, sepse kështu ka bërë ligj i madhi Allah Azza wa Jall, dhe kët e ka vërtetuar edhe shkenca, e na mjafton neve Kur'ani dhe na mjafton sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk e kemi atë, por vetëm dëshëm ta ndërlidhim me hadith se shejtani i mallkuar shkon dhe u flet njerëzve në vesh, e kush të krijoi ty, e kush e krijoi tokën, e kush e krijoi qiellin, e kush e krijoi hanën dhe diellin, e kush e krijoi verën e vjeshtën e pranverën, të mirën dhe të keqen, hajrin dhe sherrin, të bardhën dhe të zezën, dhe kështu me radh, derisa të thot, po mirë Allahun kush e krijoi, në mënyrë që me i bën me i fut njerëzit në dyshime. E pejgamberi alayhi salatu wassalamu
po na udhëzon se çka me veprue dhe si me u gjin dur kur njeriut I vin këtu mendime të këqija që jo rrallëher ne edhe marrëm pyetje nga dëgjuesit e nderuar nëpërmjet formave të ndryshme, qoftë këtu në radio apo me SMS apo nëpërmjet Facebookut apo drejt për së drejti dhe forma tjera, se po kam cytje të shejtanit, se po kam ngacmime të shejtanit, e po I tutem imanit, po tutem se po dal prej dinit, pra që kjo është ajo, sepse shejtani I mallkuar shkon dhe I thot, mirë kush e krijoi këtë fëmijë, të vetveten tande thu Allahu, po kush e krijoi borën, thu Allahu, po kush e krijoi ujit, Allahu, po tokën dhe qiellin dhe drurin dhe gurin dhe kështu me radh derisa ai I mallkuar thot po Allahun kush e krijoi. E pejgamberi po thot kur ta ndjesh diçka të tillë atëherë falyasta'idh billah, le të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal yantahi, dhe le ta ndërpren atë. Le të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sepse pralet kërkon nga Allahu I madhruar mbrojtje prej shejtanit të mallkuar, se shejtani po mundo se le ta kupton që e ka prej shejtanit të mallkuar dhe se shejtani po don me shtyje apo me fut në dyshim. E si thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, në transmetim tjetër le thot amantu billah, kam besuar Allahun e madhruar, kam besuar Allahun e madhruar, pra le të kthehet te Zoti, le drejtohet te Allahu, le të mbështetet Allahut, le të kërkon prej Tij na mburojnë nga shejtani I mallkuar dhe nga veset e tij. Po të nderuar, sepse shejtani e din mirë, sepse nga se edhe ai vet është krijesë sikurse ne që jemi krijesë, e din mirë se kush është Zoti dhe se Allahu na ka krijuar, por e din gjithashtu mirë se ne Allahun nuk e kemi pa, sikurse edhe ai që nuk e ka pa, andaj në këtë formë mundohet me bo njeriu të dyshimt, po mirë e ke pa Zotin, e ku është Allahu, e çfarë është Allahu, e sa është I madh Allahu, dhe pyetjet e tjera me shtyje njeriu në dyshim. E ne Allahun nuk e kemi par, as kush para nesh nuk e ka par, dhe në këtë dynja as kush nuk ka mundësi me pa, por do ta shohim në ahiret me emrin e të madhit Allah, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, atë ditë kur fytyrat do të shkëlqejnë, do të ndriçojnë nga nuri dhe drita e madhe të madhit Allah, kur do ta shohin Allahun Azza wa Jall. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të vërteta dhe të sakta ka thënë se do ta shihni Allahun e madhruar botën tjetër, e në këtë botë edhe pse nuk e shohim, ne jemi thellë të bindur dhe nuk dyshojmë se Allahu ekziston. Allahun nuk e shohim, por I shohim gjurmet e Allahut të madhruar, e gjurmja tregon për atë që ka kriju apo që ka lanë atë gjurmë. Toka tregon se ka krijuar një mjeshtër I madh dhe malet dhe detrat dhe kjo natyrë dhe kjo gjithësi, të gjitha këto dëshmojnë për Allahun e madhruar, sikurse kur është pyetur ai beduini atje I pashkoll dhe ignorant në shkret të tirë, se mëse apo me qka qysh argumenton dhe dëshmon se ekziston Allahu, ai I pashkoll, por me natyrshmërinë e tij të shëndosh dhe bindjen në të madhin Allah Azza wa Jall thot, edhe mbeturinat e deves tregojnë se këtu pas ka qenë një deve, edhe gjurmet në qilen tokë pas ka qenë, tregojnë që këtu pas ka kaluar një deve. E nëse është kjo ashtu, atëherë thot, a nuk dëshmojnë këtu kodra, a nuk dëshmon kjo shkret të tirë, a nuk dëshmon ky qiell që kemi mbi sipër lart, dhe kjo tokë që kemi në këmbët tona, se është një mjeshtër I madh dhe është një krijues I cili ka krijuar. Po të nderuar vëllezër dhe motra, nuk ka mundësi në këtë dynja me u kriju vetvetiu. Nëse shef një shtëpi të mirë dhe të bukur,
apo një gjysant, një makinë e vogël apo e madhe, qoftë edhe një laps i vogël, apo një telefon apo digitron e të tjerë, a ka mundësi në këtë dynja me e bindur dikend se është krijuar vetvetiu? Asnjëherë. Nëse jo, atëherë si me u bind se toka dhe qiejt dhe çka ka me këtë precizitet, ekstrem precizitet dhe këtë përpikëri të pakrahasueshme, është krijuar vetvetiu, la ilaha illallah, Allahu është një, te bareke wa taala. Pra, kjo ves apo këtë cytje që i vijnë bijve të Ademit, njerëzve, muslimanëve, nuk duhet me marrë tragjike, sepse ato i ndodhin njerëzve, por le thot eudhu billahi minash shaitanir rajim, dhe me emër të Zotit i largohet. Amentu billah, kam besuar Allahun e madhruar. Pra kam besuar Allahun, ashtu që shumë kam mësu Allahu me Kur'an, ashtu që shumë kam mësu pejgamberi me hadith, dhe që shumë kam mësu kitapet e mëhershme dhe pejgamberët e mëhershëm, nga Ademi njeriu i parë dhe radhas e pejgamber mas pejgamberi. Allahu na forcoft imanin zemrat tona dhe na ruajt nga djalli i mallkuar, nga shejtani i mallkuar, nga veset dhe cytjet e tij. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor, tashmë të nderuar dëgjues, ne do të hapim telefonin 038 249237, do të qëndroj i hapur që nga ky çast që ju të mund t'i drejtoni direkt pyetjet për profesorin, e vazhdoni të na shkruani edhe nëpërmjet SMS-it në 044 156614 dhe nëpërmjet internetit në adresat elektronike te@njohimtevërtetën@hotmail.com, si edhe nëpërmjet rrjetit social Facebook, të përfitojmë nga hoxha i nderuar Dërush Fqet Krasniqi. Me sa duket e kemi dëgjuesin e parë. Mirë presim, alo. Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma, urdhrani. Ju përshëndet. Faleminderit shumë, urdhra. Dhe deshta mja vogjës një të pyetje. Po. E para është ara me një atë gurin dham, dhe dita është ara me vish allanka, tani për me allanka të rritë e gujnë një si matë gatë. Dhe me dalë në rrugë që ashtu po me ndalë? Po me da rruga me vish ata tërë të gujnë të atë për me atë gatën. E qartë. Mirë, faleminderit shumë. Gjithë të mirë për juve. Profesor, a është haram thot me vendos një guri dekorus në dham? Ha, guri dekorus në dham, më duk me mirë. Po? Që është të binki. Me siguri. Po, dhe më duk me mirë se, po. Guri dekorus në dham, nëse e vlan në mejlise, në mbledhi, në tubimet grave, nuk ka dert. Ndërsa nëse e vendos apo vlan për rrugë, në autobus, në punë, në shkollë, ajo është haram pa pikë dyshimi. E pyetja e dytë, me vesh hëllonka, çka me vesh me hëllonka po thot? Një këmish deri në gjoj. Po dhe ta në nërgoj poshtë, ka bëhet? Jenë hëllonkat. Jo motë, nuk kanë rregull ashtu për muslimane. Allahun xhenet. Çashtu bën me nejtë në shpitane. Çashtu bën me nejtë në shpitane para vllaznive, para motrave, para prindërve, po. Se pasha Zotin që ka kriju tokën dhe qiejt, pak karakter kush ka. Pak karakter, për flas fjalën e pleqve të nanës teme të tanëse. E pak marrë kush ka. E pak njerëzi kush ka. Veç pak. Nuk mundet me hollonka, me nejt para prindërve e vllaznive, mrena në familje, nuk mundet. Nuk mundet. Se për me dal jashtë, në rrugë, kok, o zati ma. Para familjes. O nësë mëj tasha motrën tem qështu. Dhe asë nuk du tasha qiken tem qështu. Është marre është hallonka. E në pijama është tjetër, se pijamet janë gjana. Për se vesh hallonka, me vesh diçka mi hallonka. Shpe pa flas korren. Ndërsa në rrugë, jo motraja. Me vesh hallonka, e më të ditë kama, sa është e trash, sa e hollë, ma bukur doke, ma fitne, ma spro, ma tërhet se doke trupi me hëllonka dhe me teshat në gjiturat ngushta, se sa pa të krejt.
Ne themi edhe kemi thënë me vesh pantolla dhe xhan dhe mbi pantolla, veçanti kur dime në ftafte kanë motrat probleme hes me festana, do të më ngjit në për autobuse, tjere në për shkallë fakultete, ku ta diune, po veshin pantolla dhe mbi pantolla deri në goj, o mantel, o në bluzë gat, o në gjaket, o ku ta diun diçka. Dërsa hallon ka ja. Jo Allahun xhennet ju. Mos e hedhër Allahun azza wa jall. Po. Të shohim nëse kemi dëgjuesin tjetër. Alo. Alo, me sa duket ka ikur sepse nuk po lajmërohet. Alo. Jo, atëherë 038-249-237 është i hapur. E mund t'i drejtoni direkt pyetjet për profesorin, ndërkohë do të presim për dëgjuesin e radhës nëse e kemi në linjë. Do të provojmë. Alo. Alo. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhrani. Kisha pyetje për Hoxhën. Po, urdhra. A unë më drejt për drejtë? Po, jeni direkt dhe profesori veç për ju dëgjon urdhra. Një pyetje desha për i vojës teme e kom po 13 natën. Desha i këshill për i Hoxhë, çka është në pyetje si 13 natën qohet natë. Mirë, pyetja tjetër. Edhe pyetja tjetër një djalë vëllav të kom. Kështu është në klasë 4, po ka problem pak folu kështu shkepon ka pak. Desha me ditë arsyen për shka. Mirë, e treta? A e patët edhe një pyetje? Jo, që të dyja. Mirë, faleminderit shumë për telefonatën, çdo të mirë për juve. Profesor? Qa ke pyetja por? Vajza për 13 natën, shohet friksohet 13 natën. Çka mundet me qenë? Sa a thash të madhe vogëla? Nuk e ciki. Moshën e vajzës nuk e ciki. Ndodh edhe i madhe më trem, edhe i vogli. Ndodh në gjumë mas shumë tin, natyrisht. Tutet. Nësë është i vogël, vajza vogël, me fri vajzës, kur tutet që ashtu kur të del gjumi, pa edhe për veti, pa edhe për tjetërin, për vetën e se tutet, është mirë me kënu dhe një dovë, Allahumma inni a'udhu bika min ash-shaytanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Me lutë Allahun me truj për shejtanit të mallkuar, me pështyje nanën e majt dhe më këthi nanën e kondër që je kanë, me mujtë më që me marrë avdesin falë, me marrë avdesin falë dyre qatë është mirë, për thmije i vogël e nuk din, pastaj mos lenin dhomë, fotografi, skulptura, apo vizatime të krijesave të gjalla, sepse atë nuk hynë me laçë, atë hynë shejtant e mallkuar. Shani Kur'an. Në shtëpi pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam, në shtëpinë, në atë shtëpinë të cilën këndohet suratul Baqara, 3 ditë shejtani nuk hyn. Këno të spidohen ajetul kursi në bramje vëlla. Mësof mijun tanë me bo dhikrin kur bjen me fjet në bramje. Në akşam edhe kur bjen me fjet ullet, e që dy duar, sikur të ban amin, e kënan kulëv Allahun 3 herë, pastaj pështyn durve dhe fërkan trupin e vet, krejt sa mundet. Gjithashtu kulëu dhe birabil falaq, dhe i pështyn duart edhe fërkan trupin e vet sa mundet. Kulëu dhe birabil nas edhe fërkan trupin e vet sa mundet. I largohet me emrin Allahut azza wa jall, i largohet me emrin e Zotit.
Pastaj nëse fëmiu ka përmi 7 vjet, shtene me fal namaz, mëso me fal namaz, ushtro me fal namaz, do të më ushtru fëmiun, me fal namaz, me ra me namaz, me ra në krah djathtë, me kënu doftë të kështu me ra. Allah e letoft ja Rabbel Alamin. Po. Nuk e dia, kemi dëgjuesin tjetër për momentin jo, 038 249 I hapur, ndërkohë po e marr një pyetje që na ka arritur nga një dëgjues, apo me sa duket po vjen dëgjuesi I radhës linjën direkte. Do të provojmë të lidhemi me dëgjuesin e radhës. Alo. Mirë mbrëma, urdhroni. A më po pyetje për hoxhën? Po, jeni direkt në emision, urdhra. Disa herë kam asisë në disa pejë që janë të kush që dhe të zi të dhera hinjës. Qka jenë ato, a jenë se hira, qka bojnë më të pejë. Ke gjithë të dhera shpis? Po. Mirë. Banesa në shpe? Shpe, në bërë. Po. Dhe më thonë të dhera shpis të vorit. Jashtë? Po. Po. Mirë, faleminderit shumë për telefonatën, çdo të mirë për juve. Nuk është rrallë kjo dukuri me gjetë pej para shpis në bar, në tavan, me gjetë vot, pulav, vo më gjollë shumë, në dhe dhe kuna për birat murit, dhe të njajshme. Këtë në dy gjëra, e para, shumë njerëz mundohen me të friksu. Pse? Sepse e din ata, mentaliteti jonë është ashtu, që për shembull me ta shky dikush një bluzë trak, me zhlet vzd, mos me vrejt, ati që është shkyje bluza, tesha, a I thët me njëherë pas ka bot dikush diqka. Dhe mu tane se heqa këtë marak. E njerëzit e kanë këtë, janë të prirë, në të rështë njerëz të këqia, fjalla gjithherë se I mirë, I runa zët, po I keqi, njerëz të këqia janë të prirë me bukeq, me shqetsu, me mërzit, me I tut njerëzit. Në realitet, ku gjës banë, veç e tut, edhe këta shqetsohet, kryt me dhimë, ku pas ka bot të gojë diqka, kama me dhimë të pas ka bot të gojë diqka, dhe ta në senet I lidhme, unë pas ka bot të gojë diqka, pra me magji. E dyta, njerëz të këqij, në këtë rast ata që bashkëpunojnë me dreqen, magjistarët, Allahu në ruaj shirët atyne o thef, qafën o abëf, cëp, ja Rabbi, mundohen me I bojnë njerëzve keq. Pra, ka dalle me thonë I bojnë dhe ka dalle me thonë mundohen me I bojnë. Se njeri kur mundohet me bojnë diqka, her arrin e her nuk arrin. E ata ma shumë nuk arrin se sa që arrin. Përpiqen. Dhe në për një ty në formave, talen e farahemalie, të dyrt, ndrytare, në e farpeni, thëj, kime, e gjana tjera. Kër I gjohen që ato, kapi, duke thonë, eudhu billahi min e shejtanë rajim, eudhu billahi min e shejtanë rajim, edhe ndash në dëse din ajetin kuranër, kulle yusibana illa ma kataballahu lana, thuaj, asë gjë nuk ka me na goditur neve pa dashtë Zoti jon, pa caktu Zoti jon, pa bo emër Zoti jon, edhe kapi kalle, ose nëse vo kapi the, e shkatran me emër Zoti nëse ka nis dikush me të bo diqka, dhe fundit, ne nuk I tutum pejve, as vove, as dreqe, për I tutum Allahot. Me këtë përdu me thonë se jemi të bindur në Allahun, dhe jemi të bindur se Allahun në mbron, dhe jemi të bindur se pa dash Zotës ka kush që në bën, të bareke u ta'ala, dhe kalan. Për atë arsye, sa her mundohet dikush me të bëkeq ty, mu, ati, asaj, atyne, neve tanve, por ane nuk I dim që në të mënumra bëkeq, por Allahu a më posht, o a dështan. Ne s'dim kur gjë në quëm sabah, falim sabahun, e bojmë dhikrin, dhe e mbrojna vetë vetën me atë dhikr. Ju kemi pështet Allahot dhe hesim rëndëmt gjatë ditës. Njëtën gjatë natës.
vjen ku akşamit, pak para akşamit, pak mas akşamit, nuk ka shumë rëndësi, e bojna dhikrin kullu Allahun të herë, kullu udhu birabil felek të herë, kullu udhu birabil nas të herë, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تريهار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تريهار إذا دسا دوف تيرا تسبدوفن النهارة كشتو مراد يكلو امتو دوف dhe me këtu e mbrojna vetë vetën deri në mëngjes me emër të Allahut, pra i morëm masat se Allah është ai që na mbron, po po shprehemi kushtimisht mirë figurative, Allah është ai që na mbron. Dhe tash ton natën ne nuk e dinë çka bëhet, kush sillet, ka Allah shtëpisë tonë, kush sillet, ka Allah lagjes tonë, kush sillet, ka Allah qytetit tonë, katunit tonë, sa drejtë, sa shejtani, sa njeri, sa përpjekje, sa fjala, sa intriga, sa njeti keq bëhet, por na flajm, na dim kur gjë. Allahu është i gjallë, Allahu i sheh, Allahu i nin, Allahu na i largon ato të liga. Subhanallah. Sikurse, me ta ilustru shembull tjetër, shkon bari, lëvadhe, në mal dhe flan. Dhe kur ulesh në një mejlis, në lëvadhe, në mal, në fush, është mirë me kënu kidov. Audhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. 3 herë. Pejgamberi ka thonë, alayhi salatu wassalam, ai cili kënon kidov, ai cili thot kidov, kur tulet në një mejlis në një vend, nuk ka mi bot dëm ati kur gjo, nuk ka me dëmtua të asgjë deri sa i qot për ati vendi. Tash ti e lodh, tong bjen fler. Që të vërmenja pa ty mund të kalej në gjarpën, mund të kalej në farë insekti, në bëbretse. Natyrë është e ka krijesat zotit. Kur qohësh, sen s'ka gjitë. Ku e din të ngjumë sa krijesat o ka afrungat, Allahu e ka largu. Se ke marë masat, e ke mbrojt vetë vetën, me dhikër, ju ke mbështet Allahu të madhruar. Po. A kemi dëgjuesi në radhës, alo? Aleikum selam, urdra ne. Sa bëja dy pyetje hoxhës. Po, urdra. Në mas namazit xhamat, ka lejohet me bë njët për namazin e drekës farzën 4. Edhe një pyetje tjetër, a lejohet me bë lutje kur je namaz farzë në sejdë? Mirë, faleminderit. Allah është përbleft. Natën e mirë. Natën e mirë. Pas gjumas nuk ka drejk, o musliman. Pas gjumas nuk ka drejk. Ai i cili e fal gjuman drejka bjen. Edhe ai që në burg, edhe gruaja që ka bërç, edhe i smuti, edhe musafiri, udhtari që nuk e kam bërç me fal gjuman. Nëse e falin gjuman, bie dreka. A nëse e falin dreken, s'ka nevojë fal gjuman sepse Allahu i ka liru. Drek nuk ka mas gjumas. Mas gjumas fali 4-2 recate, ndash 4, ndash 6, ndash fal hala, po këtu e në sunet kanë thonë të gjumas, ndërsa ma shumë tjera fal nafile vullnetar, a ka za sa të dush deri në qeni, nuk ka problem. E para. E dyta, me bo lutjen sejdë në farz, nëse bën me hadith dhe me ajete, po bën gjithsesi, ndërsa nëse dën me lut me guhën tane, me gjuhën tane, me shqipën tane, me fjalët e tua, i jo në farz, por në nafile. Po. Vjen dëgjuesi radhës, alo? Alo? Alo, jeni direkt në emision, urdra? Po, pak më herët, po, si po të të dy pyetje, për dvojgjën, po për djallë vlavë të hoxhëm, harroj pak. Mirë, inshallah e merrni tani përgjigjen. Faleminderit, Natën e mirë, zot mirë për juve. Profesor, ishte edhe djali i vllavë thot në klasën e 4 dhe ka pengesa të folur. Po. Janë këto është kjo dukurin nga njëherë, kjo mund tjetë nga ana shëndetësore, mund t'ju vije fëmijëve diku deri në moshën 20 vjeçare, mund të çfaqet. Por nuk e mohojmë, andaj do shku te mjeku natyrisht, dhe shumë herë te mjeku kanë sukses të hatashëm. Por ne si shqiptar e neglizhojmë, e lojmë asgjë punën. Për ndryshe, mjekët janë të specializuar këtë lëmi për me ushtru, me eduku, me mësu fëmijët qysh me fol mirë, ata të cilët kanë pengesa.
Dhe me emër të Zotit suksesin nuk mungon. Në anën tjetër ne nuk e mohojmë që mund të jetë edhe shkak syshit i djali. Për ata është mirë me fry djalit. Me fry djalit vetë familja, ose me që të ndonjëherë që fry me Koran dhe me Sunet për mi hek Marakun. Po. Vjen dëgjuesi tjetër. Alo? Alo? Alo, përshëndetje. Jam një vojse 12 vjeçare. Po. I foli pas kohët namaz. Lexoj Kur'an arabisht, po ta një pyetje hoxhës. Po, urdhra. Kam dëshirë shumë me agjeru Ramazanin. Ajo është e obligueshme për mua me agjeru Ramazanin. Mirë, faleminderit shumë. Natën e mirë. Aleikum selam. Allahu të rujt e të forcoft në din ty dhe familjen tonë dhe tonë muslimant. Fëmijën qysh në moshën 7 vjeçare duhet me mësu me heret, por duhet me urdhru më falë. Me thotë që falo bira. Me të mira, një vogël hala me të mirë, të e ledhatu, të e përgdhel, të e përgzu, të e përqafu me shti më falë. Të njëjtin gjë ka thonë ulemaja edhe për agjerim, por nuk është kusht muj në agjerim me që deri në fund krejt. Sa të mundet, 3 ditë, 7 ditë, 10 ditë, ma pak, ma shumë, gjysmë në Ramazanit, 1 ditë po, 1 ditë jo, sa të mundet. Të rritë fëmiju, të ishtu agjerimin, dhe të qenë ma serios dhe namaz. 10, 11, 12 djetë më, nuk është të vogël për namaz e për agjerim. Nuk është të vogël. E të namazin për falë, që Allah në gjellë në qoftë, edhe Ramazanin, inshallah, keme agjeru, sepse Allahi 12 djetë muslimant, gra e burra, e ka agjeru Ramazanin, hanedan. Allah të letofti motër. Po. 038-249-237 është numri ku mund t'i drejtoni direkt pyetjet. Nëse kemi dëgjuesin e radhës, e mirë presim. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Lajmërojmë nga Gjermania, kam 2 pyetje për hoxhën. Po, urdhra. Pyetja e parë, a kaloi një rol dajallarët e pejgamberit gjatë jetës të pejgamberit ose mas jetës të pejgamberit? A ka mundësi edhe një herë këtë pyetje? Alo? Alo? Po, a bën edhe një herë me na dham pyetjen? A kanë lojt një rol dajallarët e pejgamberit gjatë jetës të pejgamberit në përhapjen e islamit ose mas jetës të pejgamberit? Është kjo profesor? Po. Mirë. Pyetja tjetër? Pyetja e dytë, një koqi një gjerman ma ka parashtu një pyetje. Kur pejgamberit i dhan Mekasit pushtet veç të largohet nga rruga islamit, pse nuk e mori këtë udhër dhe tha dhe ta kishte më kollaj ta përhape fen islame kur do kishte pushtet. A jam I qartë? Po. Faleminderit. Allah u shpërblet. Amin. Edhe juve gjithashtu çdo të mirë për juve. Po, që se ati Gjermanit apo sa Gjermanës të thuj, ata ja kanë kushtëzu. Sikurse Serbia që na po kushtëzon neve me marrëveshjen e verit, pa thot unë shuaj strukturat paralele atje, por me kusht që ti kur për jetë mës me kalu kamën në ata librit. Kur ushtria jonë edhe 500 vjetë, sa ka e të tulki këtu me kanë, nuk bën me shku në tanë, me rëmëmenti. Pra, edhe policin me zjedh për veti, që kanë qef vetë atave që uniformen tonë, e që e bjen kje buka populat që kur gjuni, qanë dritt nuk qëtum, kur gjo? Veç me ta hudh një grusht si ftyrës, një grusht hi ftyrës, sen tjetër kur gjo. Për atë arsye nuk pritet qetësi e rahati në atë pjesë Kosovës, se njëtë është I keq, nuk është I mirë. Allahu e din më së miri, inshallah Zoti e bën mirë. E pejgamberit ja kushtëzuni thanë, njëjtën gjë. Ne po tepëm pushtet, klapa, po të bëjnë atë parin tonë, që maj, por me kusht, kur për jetë mës me tani zanin për fej ka flet. Dhe jo të mkaq, për ti mu këthyjen fejnë vjetër për ndërve tu. E mirë, Gjermane dhe Gjermane nëse është krishter I dëvat shumë.
e kam fjalë devotshëm, do të thonë është I fortë në fenë vet. A pranon më kthyn fenë pagane që kanë qenë evropianët? A pranon? Me thonë po të bëjt parën e kishës, po të bëjt parën e qati qytetit, veç këtheu në paganizëm. Thot, ja, marja, së bëhet e punë. Edhe mos fal për krishterizëm kur, po së bëhet e punë. Sepse me kam pranu pejgamberi atohen, do me thonë, ke I bie, që për një interes të dynjas të shkurt, po e len misionin e fesë, po e len ahiretin. Këto nuk e bën asnjë njeri I motër. Këta asnjë njeri në këtë dynja me men kry dhe që ka imanën në zemër dhe besën Zotin hak nuk e bën. Që mu me rëbshtashti. Le pejgamberi atë njerit madh, po mu më marë, që mësë jem kërkushim. Edhe më thonë mu që tash, po të bojna kryetar të komunës së Prishtinës në zgjedhjet e 2013 në shtator që kanë më majt, por me kusht, kur për jetë për femës me folas ose punu. A të mërmen e ty që në prënaja? Ose, hala ma shumë, po të bojna kryetar të shtetit, pas zonjes satifete. Vetëm me kusht, kur për fejës kime fol, edhe kime dal prej feje, më këthyn fejnë për parshme. Ata mërmenja që o në pranoj. Dhe ta është ti me thonë, pëse pranove se kështë punu për fej? Pa e për ma kush zënë fillim? Kuptove? Nuk e di sa kështë I qartë. Pra, është vërtet, ata që kanë kësyn nga një kënd, me pasjen për shtetë kështë ndiku ma shumë, por ata kanë kushtëzu që këthau nga kjo fej, këthau lekit pun, lekit misjen dhe këthau në fejnë të parve, nëse dënë, nëse ki nevoj për bukuroshe për vajza, ne I gjojna bukuroshen më të mirë këtë dynja dhe ta epëm ty për vajzë. Po nëse dënë pare, ne ketë mledhën pare dhe të bojna më të pasurin meke, apo dënë pare më të pasurin të bojna. Po nëse dënë pushtet, të mendu që kjo pasionën pushtet, ne të bojna të parin toni, pare ty ne ka qene Ebu Sufjani, në atë zamanat ko, ne për të bojna ty të parin, ti I pari, me fjallë tjera, ne asë një pun nuk e ndërmarë as një hap pa lejen tane. Vetëm kushti do tjetë I fort. Nuk I me thirë në fe, nuk I me fol kur për fejnë islame, nuk I me përmen kur, dhe ki mu këthy në fejnë e vjetër. Se bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për punën kontributit dajve të pejgamberit alaihi salatu wassalam, po gjithsesi sa ata kanë pas kontribut edhe gjatë periudhës medinase, sa ka qenë pejgamberi alaihi salatu wassalam, por edhe pas saj. Po. Nuk tja kemi dëgjuesin Erad Sala. Me siguri ka ik 038 249237 është I hapur dhe mund të I bëni pyetje direkt për profesorin. E ne do të vazhdojmë të apresim dëgjuesin Eradës nëse kemi në linje. Alo? Alo, mirë mbrama. Selam aleikum. Aleikum selam. Kisha pyetje për hoxhën. Po, urdhra. Pyetja parë se kam nesër provim e desha një këshill prej hoxhës në një dua ose atë falin në namaz nafile. Dhe pyetja e dytë është se çka më këshillon hoxha me bana I rukja, çka se shumë frigon për gjatënive. Edhe një pyetje jo kështu pyetje, po ku mina me gjetë numrin privat hoxhës. Mirë, faleminderit shumë, të përshëndesim, çdo të mirë për Selam aleikum. Aleikum selam. Për provim, Allahun xhenet qoftë kujto provimin e ahiretit. Qa e provimi rande I vështirë, që do të më të rëqeth lëkura e më të lëkund zemra e me dal loti pe tutës e pe stresi pe frige, se provimi dënjas për shpirtin dorës të ka. Pastaj mësaj motër. Do të me mësu shumë. Gjithashtu për këshilla vështia api ty, me rabdes para se me shku, fali 2 recate, lutë Allah me taletu dhe thuj, Rabbi shrah li sadri, o yassir li emri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Dhe thuj gjithashtu, Rabbi yassir, wa la tuassir. Dhe thuj gjithashtu, Allahumma la sahla, illa ma ja'altahu sahla, inneke taj'alul hazana shi'ta sahla. O Zot, nuk ka gjatë let, vetëm atë që ke lehtësu ti, e ti nëse dën edhe gjëna për punën e vështirë, të rande bën të lehtë. Lutë Allah, anë lutë shqip,
lutë shqip me të letu I madhi Allah Azza wa Jall. Dhe ku t'ja nes me shkru atje Bismillahirrahmanirrahim, nëse se në shkru me shkru me gojë thuje dhe pështetja Allah. E për që tute gjarpnive, vallahi tute I lash nuk ka Allah në gjennet qoftë. Gjarpnit janë krijesat të mërshme, të frikshme. Gjarpnit janë krijesa me të cilët Allahu I dënon një grup të madh njerëzve ditën e gjykimit. Veçantë ata të cilët nuk I japin zakatin. Gjarpnit janë krijesa të cilët I dënon Allahu njerëz të ndryshëm në jetën varreza. La ilaha illallah. La ilaha illallah. E në këtë dynja njeri si njeri tutët e motë, për gjapën, dikush për minin, dikush për qenë, dikush për ujkë, dikush. Po nuk është mirë më tutë shumë. Sepse pa I krijesë e Zotit ta. Wallahi, pa thonë Zotit sa s'pat. Krijesë Allahut është. Krijesë Allahut. Lutë Allah me ta hjek atut, lutë Allah me ta hjek atut, ku me ta hjek Allah inshallah. Lutë Allah edhe namaz me ta hjek Zoti atut. Po, shkoj. Po. E kemi edhe një dëgjues apo jo? Do të provojmë. Alo? A më me bë një pyetje? Po, urdhra. Ju përshëndet, selam aleikum. Aleikum selam. Dashta më shtru një pyetje se burri është 5 vjet, unë jam një motër muslimane. E ka pa Muhammedin alayhis salam ndër dhe dashta me ditë qyshe pse I ka ardhur deri këtu. Po. Edhe a jam lidhje? Po. Edhe dashta me se kam një vajzë është 11 vjeçare, këtë analizat ja kum bë. Mirë I ka ndalë, po urinën e bën natën gjumë. Po. Mirë. Selam aleikum. Aleikum selam. Profesor, le të jetë kjo për këtë pjesë dëgjuesi fundit, se pastaj po bëjmë një pauzë. Po. Mirë është me pa pejgamberin ëndër sallallahu alaihi wasallam I mutër. Është një myshdë e mirë, është një shaj e mirë. Është një stimulim, është një dhuratë prej Allahut me pa pejgamberin ëndër alaihi salatu wassalam. Dhe inshallah që shtyn burrën tonë me kanë edhe më I devotshëm, më I sinqertë, më në udhë Zotit. Sa për këtë çikës gjorin nën I kalan me emër të Zotit. Sepse Zoti ka kriju fëmijën qashtu. Qërë Zoti qëfar mjeshtri. La ilaha illallah. Nëse mërë fëmijën e vogël, bebe si lind, gjandërën e cila ja qënë mesazhin trunit për me kry nevojën Allahin ndëroft madhe të voglen, fëmijën nuk e ka të zhvilluar. Për atë arsye del vetvetiju e qetë, pa kontrol. Me kom pas të pjek në qatë gjandër I vogël, fëmiju shdoft me fol me kallëzu. A I me fol nuk din, atër kish plas. Plas I fërjët barko kup, se nuk e qetë. E Allahu, për me së ngarku trunën e fëmijut, dhe për me rujtë shëndetin e ti, e ka bo që del vetvetiju, instinktivisht pa kontrol. Kur të pjeket fëmiju, ta shtu pjek, o fjalla flet, logjikon, I mësën të mirë dhe të keqen, I mësën edhe nevojën që ka është qysh është, ku do të me ba, gjandra I pjeket dhe jep sinjal. Kur vje koha për më qpraz, I jep sinjal trunit, ta shkar koha më qpraz, edhe truni aktivizohet, edhe lyp, ose lyp nanën e vetë që ka mëse afërme, i thëtë e nanë që në banja, ose vetë veti ju shka në banja. Kushëm se I kështu? Allahu I madhru. Por ka njerë ndodhë që kjo gjandër shtyhet për një kohë më gjatë dhe nuk I pjeket. Shtyhet, se kurse me folë fëmiju, ndo fëmi flasin, një vetë janë nisë me folë, veç anti vajzat vogla flasin, një vetë e gjys, 2 flasin bëlbël. Do djem, ma të rullana pak, 4-5 vjetë nuk flasin, se djelë flasin dhe ma të kaktrash, po tani të hallohet truni, buhen të mirë kur të rriten. Ka nër 4-5 vjetë nuk flet, e buhen marak. Po nuk s'ki që më bë marak se zgjatët pak. Edhe punë e kësaj gjandre, gjithashtu, dikujna I pjeket shumë herët, e dikujna I vënohet,
Pra nuk jep sinjal në tru se ka ardhur koha për me urinu apo me kry nevojën. Dhe vanohen 10 vjet, 11 vjet, 12 vjet. Natyrisht kjo është kohë tashmë shumë e ndihshme dhe shqetësuese për djalin atë qiken apo për prindin, por nuk do të më marrë tragjike. Se kur i ka analizat tana mirë, dhe më thonë është pyetje gjandra dhe me emër Zoti ke i kalan. Për atë arsye mjek që ka thojnë. Mjek të thojnë dohet me ushtru fëmijun, do të marrë një kallabllak masa. Në një mbrëmje mos me dhan fëmijut me pi, as me hangër, sa ma pak. Në veçanti lançe mos me dhan. Në 2 mos me vënu me flajt fëmijun gjumë, pa urinu. Në 3 me qu natën fëmijun 1 herë, 2 herë, disa herë. Me qu. Bile është bo një punim atje një punim dikon në shtetet perëndimore. Një lloj, një pjesë, një aparat diçka, më janë gjitë fëmijut dikon në organin gjenital. Dhe pika e parë kur të qet atina, automatikisht i jep sinjale dhe e nxjerr gjumin krejt dhe qohet fëmiu pa di çka ka bëhet. Sa i mendon që janë anër. Kur qohet, do të thoni ka qit 2-3 pika jo më shumë qohet, edhe tani shkon e bën banjo. Këto janë për më mësu fëmiun, me ushtru. Për ata do të më nejt nana gati. Më nejt gati fëmijut. Çdo 2-3 orë, për gjumën e nanje, për gjumën e motër, nanje, çka kemi bë, s'ka sprovu Zoti me ta. Dhe shumë e rëndësi që është që këtë fundit o e lasht fundit, por është tepër më rëndësi me bo doa. Me bo doa, Zot, sharama ki qika pa ki djali ja Rabbi. Se ki për ngushtohet e na po hieko me sharana ja Rabbi. Ti e shërus, sharana. Me bo doa, me shëru Allahu dhe me dhan ka pak sadaka gjithashtu nëse ki gjendjen e mirë. Allahu ta shëroft, advajs, ja Rabbi jali. Atëherë të ndëruar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër, pastaj rikthehemi në studio, qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të ndëruar dëgjues, do të vazhdojmë edhe për pak minuta, ndoshta edhe 2 dëgjues në linjën direkte t'i presim, e kemi veç dëgjuesin e radhës, sepse pastaj do t'i kthehemi pyetjeve që na vinë nëpërmjet SMS-it dhe internetit. Alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhroni. Unë jam Loriko dhe unë jam këtu prej Prishtinës dhe në nuk kam i bona i pyetje hoxhës është deshta me përshëndet shumë, me thonë që du shumë, me thonë që ngoj shumë çdo ditë edhe me thonë që elhamdulillah prej Allahut që nëpërmjet tij më ka udhëzu edhe sa më shumë që po ngoj normal prej Allahut imani shtohet ama nëpërmjet tij është shumë e mrekullueshme, falenderoj shumë hoxhën edhe i dëshiroj jetë shumë të mirë edhe inshallah që shko qef me familjen e vet edhe në xhenetin më të lartë inshallah. Selam aleikum. Amin, aleikum selam, faleminderit shumë. Profesor, a ke diçka? Allah e trujt, çdo të nderoft vëllai Lorek që përbleft. E trujt ty dhe familjen tonë, e të dhash Allah të natë mirët në dynja të në heret. Falenderimet i takojnë Allahut, ati takojnë meritat të mëdha. Edhe për mu që më ka drejtu, edhe ty që të ka drejtu, e mu që më ka pruktu, e ty që të ka bo më mungu. Elhamdulillah, zamrat i ndorë të Allahut, çdo gjasht ndorë të Allahut, azza wa jall. Ne vetë se bepet i marrum, për si miri, inshallah, kem se vap të Zotit, e Zotit Allahu në shpërblen. Edhe ty dhe mu dhe tanë këta musliman, që jemi këtu, për më ndajnë këtë emision, po edhe të tjerë që asjen me neve, Allah i shpërbleft, ja Rabbi, e në boft haram gjehnamin, ja Rabbi l'alemin, ja boft tyrave tonë haram gjehnamin. E në mund soft, Allahu me shiut mirat e ti në gjenet, ja Rabbi. Allahu të rujt, e të boft djallë të mirë, e të vyshëm, e intelektual. Po. Kemi ndoshta dëgjuesin tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Ndoshta është një pyetje për hoxhën, nëse bën? Po, urdhra. Kështu, a lexohet El-Fatiha para dos namazit apo pas dos? Mirë. Faleminderit për pyetjen natën. Namaz gjenaz për zaki fjallë mara, po që e ka thua Allahu në gjennet qoftë. Alo? Alo? Edhe here? Po. Kështu? Mësë gotë, kada Allahu në gjennet qoftë. Më rrivën. Qashtë? Thash, në pyta ke kështu? Po. A lexohet Elhami? Po. Para dos namazit apo
pas dos namazit. Cilën doa ki fjallën? Për shembull, pas këtu që adhen e bojnë doën fund namazit. Mos par që më thon mos i të folit namazin. Ha, po, ku bëjnë amen? Po. Allah në gjennet që të bëhë murë vesh. Mirë, faleminderit shumë, natën e mirë. Kur bëjsh amen, fjalla kur të lutsh Allahun mas namazit, mas pare nuk ka kush me lutë Allahun gjithë mas namazit, por kur dush me lutë Allahun është mirë me lutë për rasteve, vendeve edhe pas namazit. Dubure kulle salah, pas çdo namazi. Me lutë Allahun azza wa jall. Me bu dua. Nuk ka nevojë me knu Fatihan hiç. Por i qenë dur të lartë dhe lutë Zotin tënë. Fillon me elhamdulillah, madhërim, falenderim Zotit, pastaj salavat pejgamberin dhe lutë Allahun o Zot. Ama këto, ama atë, rumë për i kësaj, largama këto, ma mundësën këto, bënëm qashtu, mësëm bë qështu, kryma që të detyrë, kryma që të bësh, largama që atë keqe, e lutë Allahun për dënja, për ahiret, për veti, për përinde kështu më radhë. Dhe në fund thua, elhamdulillahi rabbil alemin, ose sallallahu aleyhi wasallam, po nuk ka nevojë me kënë Fatihan. As para, as para, Allahu të rujtë. Po. Nëse kemi dëgjuesin e fundit, e kemi apo jo? Ta marrëm nëse ndash, po. Mirë, për momentin nuk ka. Atëherë, profesor, nuk e di nëse vjen edhe ndonjë dëgjuesi i fundit, mundemi me marr, për ndryshe jo, sepse nuk kemi edhe shumë kohë. Le të jetë i fundit ky personte. Alo? Alo, apo na dëgjon? Po dëgjoj, selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Jam një muslimane, prej Gjermanisë, po tani pyetje. Po. Hoxhës së nderuar. Po, urdhra. Apo dëgjove? Po. Shton, jam një motër, i kam 3 fëmijë, 3 djem, elhamdulillah namazin e bëj, 5 vakte namaz, jam e mbulesë, rregullat muslimane i di shumë mirë dhe ngoj ligjerata, gjitha po e po tani pyetje se kam probleme burrin, ai nuk është i udhëzuar në Zotit. Pata dëshirë më këshillu hoxha se qysh t'ja bojna, unë pata qef me ditë se a kam drejt me jetu me një burë që se aj burë sekte mu më rrenë, mas shkuti më rrenë, për shemull fol me tjerat, del, shkon tjetër konë, edhe prap vjen shpe, probleme tjera nuk më sjell vetëm kaq. Pata dëshirë një këshill prej hoxhës se a kam drejt t'jetoj me ta. Selam aleikum. Aleikum selam, kjo është dhe dëgjuesja e fundit në linjën direkte. Ti më tutë vallahi ma shumë se kaq. O tutë mos po do më thon burri nuk falet, nuk agjeron, pin alkohol, të maltreton, nuk të lën ty më fal, dhe me të hek mbulesën. Me fjalë tjera nuk ka musliman hiç. Çfarë problemi më ut? Ngo vllon. Përderisa burrit nuk më në thutë qafer, përderisa është mërana islamit, me gjithë metat që i ka, në këtë rast, nuk është i pastër të në moral, si mbasteje, Zotë e dënë. Apo, ka në të keqë tjetër, unë kësha thonë si vlla, ti me bo sabër. Në veçanti, kur i ke 3 fëmijë. Nuk është lehtë me do për fëmijëve. Shoqet tua rrin pa burr për jetë. Pra i vdes burri, rrin pa burr. Hatri kujna, hatri fëmijëve. Hatri fëmijëve. E unë për kam frikë se ti ka pak i hi edhe për gjelëzis, se ju gratë, sa do të qenit mira, e dëvëqme në rrugë Zotit, këtë gjelëzin e keni smujt veçant, të lojt veçant, edhe ma shumë që të prekni. Dhe i përbolizën i rrës një gjanat. Porën do të me këshilu. Me gjithë kohën, momentin, rastin me këshillu.
E me thanë burrit, unë e di që nuk mujt nali për punëve të këqija. O fjala moral, s'mujt nali. E di që ti mënesh me mrejt. Mënesh me bo edhe pan vetë mu, po edhe me ditë unë s'ujt nali. S'kom që ka të bëj. Por të që Zotit. Ke frikë Allah. Me haram gjenet nuk shkohet. Rana sada që zgjatë dikur del shesh, e bu është hur. Nga po me halal, e jo me haram. E kësa fjallë me folë burët e i motër. Sepse më përkan frishtë edhe i bertet. E me të nuk fletë. Tani ata qka bënd të veç është në halema shumë, me sharru. Unë jam i bindun, nështë jo për ty, Allahu të rujtë në bëhalal, por përdesi për motra për flasë, për nuk se të reja, motra të reja. Jam i bindun se shumë djem, të cilët ose mendojnë me bë punë të liga, ose bojnë punë të liga, runazet bëki dhe harame, se shkak i fort është krenetësia e grusë. Gruja vrajt, e jeger, e shtirë, e ashpër, sjelljet e sajna. Nuk din me përfitu burrat sa dohet. Pra të arsye gruaja do të ketë psikologji të veçantë ndaj burrit saj. Qysh e ka psikologji ndaj fëmisë? Qysh punon me fëmijë herë keshe, herë me rolet, herë lut me atë, herë me këtë derisa ta bën fëmijën për veti. Dhe ta shtin me fije, dhe ta qetson, do të me burr një të gjë. Me përdor psikologji. Mënyrë që i burrit mas me dhanë hapësirë, apo sa ma shumë janë ngushtu rrethin dhe sa ma pak me dha shansë që ai me mendu për tjerat. E banë që se grujë mirë, Allah të rujtë i motër. Nësë ja këthau, mundu ma thë burrit, e mi të rëgu burrit se ti e dënë vunë për të e se ty jetë azynë për të e saj për ty është me i mirin bote, se është babi thmive tu e kështë arene, kësa gjana e motër. A munda mos me nda Allah të rujtë, mos e gjena thmija. Allah të rujtë jara bëta drejtoft atë borë të rujtë atë thmija. Po. Atëherë të ndëruar dëgjues, ne do të vazhdojmë të marrim tashmë pyetjet të cilat na vinë nëpërmjet SMS-it dhe internetit. Atëherë profesor po bëj një pyetje që ka të bëjë me një çështje e cila ka ndodhur ditëve të fundit, domethënë është përhapur një foto nëpërmjet Facebook-ut, pastaj ka deportuar edhe në media të shkruara, konkretisht tek Gazeta Ditore Bota Sot. Është një foto ku ju shiheni duke pjek flija, por mes tjera çka është folur në atë gazetë, domethënë është thënë se përveç tjera është ju profesor nuk keni domethënë kontakte apo nuk flisni me mikun tuaj, nuk flisni me baxhanakun tuaj, është shumë çështje të tjera ku domethënë janë porositur ata lexuesit e gazetës që ta përcjellin numrat e ashëm të gazetës që të mësojnë më tepër rreth këtyre, e ndoshta shumë kush është interesuar të di se sa ka të vërtetë në këtë çështje. Po, është vërtet një pjesë asaj që ka tha se mu ma ka shkep një fotografi Allahu e udhëzoft ata djem e i falt në xhenet i qoft të cilët kanë qenë të konë dhe bashkarisht më të rëshë ata më kanë imu ka pak, por unë i kam bo një dy të pësia flija për hatër tyne me ndëru, me kalu një vikend apo një gjysmë ditë bashk. Pak më shlodhë më relaksue. Dhe nuk është marrë burë mi punu edhe punë të grave. E o në flija nuk pritoj me qitë heq. Edhe që është mirë, alhamdulillah për Zotit. Dhe kam qepë ndëru, vllaznin. Dhe mendoj që a du të kalu mirë, o knaqëm, anë pëse shiu, këgja shumë na pengoj.
Dhe di që më kanë marrë fotografi, por kur për jetë më ka shku mendja mu sa ta e qesin dhe i publikojnë. Nuk ka shku 2-3 dit dhe njerëzit nga të gjitha anët kanë fillu më thanë, hoqë, të kemi pa duke qitë flija. është përhape fotografisë si kurse vetima. 4 anët. Dhe unë ka ardhë keq me tha drejten, jo që këmë bëmarë, po dyqysh nuk kam qitë flija, në më qitë njerëzit në për gazetën, në për Facebook. As kam qeni pregaditun as nga ana e veshës, as nga ana psikologjike, as nga ana, s'kam qeni pregaditun. Më thane ka dal plotësisht pa vullnetin dhe pa dijen dhe pa konsultimin tim. Dhe ditën e shtunë unë kam qenë në Gjermani dhe të dielen një tribun shumë të madh atje. Dhe si shkova, së më pritën në aeroport, me në janë nisëm një përmen flijat, haj me dhe të haj. Dhe kuptova që është i njëjti mesazh. Pastaj më treguan se edhe gazeta Bota Sot ka shkruar për mua një artikull dhe hapëm gazetën Fjala në internet dhe pam. Po mes tjera sheshen edhe ato fjalë se hoxha që të flija është kështu dhe ashtu. Është pesmarrës i luftës, as diçka, por titulli jo i mirë nuk flet me baxhanakun dhe me konatin e që i bie në klapa me mikun. Kjo është e vërtetë e fundit. Nuk është e vërtetë. Jo që po du me mshef, sepse sot edhe me desh me mshef sanet njerëzit i dinë. Por vallahi nuk është e vërtetë. So në flas me mecdemi, e flas me baxhanakat e mi trejkëm, e flas me kolegët e mi, e flas me krejt hoxhallarët e Kosovës, edhe flas me krejt musliman, edhe nuk jam i hidhruar me asnjë njeri shqiptar që thot la ilahe illallah, me asnjë njeri nuk jam i hidhruar. E kanë respektoj ma shumë, kanë du ma shumë, kanë kam të rrethit parë, të rrethit dytë, kanë kam atafert, kanë është mesele tjetër ajo është se cilin njeri dikon edhe ma shumë, dikon bën ma mirë, është normale e punë. Por nuk është e vërtet, ajo është dezinformat. Ka kanë marrë, kush ka dhënë, kush e kanë shpif atë, nuk e di, por nuk është e vërtet. Pasha Zotës është e vërtet. Unë flas me bazën tem, edhe me 2 tjerë, me të tretë, e me qëtëmi, e me shokët e mi, e me krejt muslimat. Pra, unë nuk jam e hidhruar me asnjë njeri në këtë dynja. Është e vërtet që kem mos pajtime, po është e vërtet, nëse thuhet që Shevqeti nuk pajton, gjithsesi nuk është në një vit të plot, apo që më thonë nuk është identik me bazën e vetë, po nuk jam edhe me vllahun tem. Dhe se cilin njeri ka mendimin e vetë, bët kuptimin e vetë, ka të perceptuarit e vetë. Është normale e punë, por kjo nuk më bën më rrejt njerëz të asnjëherë. Për jetë, njerëz nuk jo rrej. Njerëzit të cilët më kundërshtojnë mendime. Në vetë që anti për bazën tem, nëse kanë fjallën për atë hoxhën, ata kam shok për studimeve, në Medinë, kemi hangër, kemi pi, kemi nejt. Unë para se me pas bazhanak e kam shok, dhe hende konsideroj të tillë. Pra mik, shok, bazh dhe tashmë dhe koleg në fakultet, dhe Zoti mos e dhasht asnjë të keqe, nuk takon me ta, as me asnjë tjetër. S'kam çashtë më shumë. Po.
Profesor, I kemi 6 minuta kohë deri në fund. Një pyetje është nga një dëgjuese, është e rëndësishme, thotë profesor, thotë jam martuar 8 vite, thotë e kam një djalë. 5 vjet thotë burri, që 5 vjet thotë burri jeton, në fakt djali 5 vjet, ndërkohë që burri thotë jeton në Sloveni që 6 vite as nuk thirr, as nuk interesohet. Thotë mua më ka thonë që ti shko ku dush, por unë nuk mund të shkoj dhe ta lë djalin. Kam vendosur kështu me duru, por thotë si me vepru hoq. Se në një farë mënyrë kjo thuti se është e shkurorzuar apo e shuar nga burri. Sa thaj ka fëmiu? 5 vjet. E motër. Ka thonë shko ku dush. Nuk e di atë çan para, nuk çan. Shko ku dush, ti do të numëro veten, po. Ti do të numëro veten të ndarë dhe djalin marr me veti. Ti do të më thonë atina, I ki afat një javë, 2 javë, me çka më rrevesh, nuk e di. A, po kthehesh apo po ndahom? Dhe I buaki thot, atë më thonë më të shko ku dush? Pra, për numërojna vetën të ndarë, po o kry, për I ditë të sotit në ti I mdam. Edhe dhe të në prit më të kaluhe I deti, e tricikle mujore, dhe ti e lirë, s'ki pun me të kur gjëma. Djallin me veti, inshallah Allahu të qelë në faktikun. Djallin me se le, pse dikur me prit ata. Aja asë një arsye nuk ta ka dham pse pepret. Me po në kanë që ka arsye, jo është në burg, jo se ka letrat, ose ndo një arsye të fort, e që asë një s'ta ka dham, pse me prit. Je motra, mëse prit për djali me rëme vete dhe shka Allahu të qilë në fak i shala. Një pyetje tjetër, thot profesor, thot na sqaro pak, thot sepse në Bibël thot përmendet Muhamedi alayhis salam në një verset të Biblës dhe ajo quhet thot kënga e këngëve në renditjen 5.16 dhe në gjuhën hebreike thuhet se pejgamberi alayhis salam do të vijë, apo do të thon parashihet ardhja e pejgamberit alayhis salam. A është kjo e vërtetë? E vërtetë është në shumë vende në dhjatën e re, dhjatën e vjetër. Në shumë vende përmendet ardhja e pejgamberit Muhammed alayhis salam. Shumë për atyre vendeve, verseteve I kanë fshitë krishterët. Por ka për tyre të cilët edhe sot kanë mbetur. Për atë arsye janë bo punime në këtë kontekst, janë shënuar dhe libra. Ndërto Muhamedi alayhis salam në Bibël. Se si përshkruhet është fjala në dhjatën e re dhe dhjatën e vjetër, versetet, numrin e tyre, gjuhët të cilat është marrë, qëllimin e tyre, komentin e tyre, dhe ka të sildel që pejgamberi ka qenë I paralajmëruar se ka më ardhë. Dhe vetë fakti që jahudit edhe jahudit e besojnë dhjatën e vjetër jo të rinë, vetë fakti që jahudit e kanë prit që ka më ardhë një pejgamber dhe janë shpërngullur, kanë shku në Medinë, e disa në Khajber, e disa në Yemen, dhe gjithmonë kanë thonë arabëve edhe pak. Kështa që kallëzojnë në ju sot na vjen pejgamber. I kallëzojnë në ju sot na vjen pejgamber. A me kaset nuk pa kanë ide për punë pejgamber sepse në pagan. E kur erdhi pejgamber nuk I erdhi nga ta, po I erdhi nga arabët. Kafaru bihi e mohuan atë. E pse mohuan? Se nuk ishte prej tyre, prej kombit dhe popullit të tyre. Kështu edhe Kurani thot. Pra, nuk diskutohet e mesele fare që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë paralajmëruar në librat e mëhershëm. Por e kanë mohu dhe nuk dojnë ta besojnë. Kaq. Atëherë profesor, veç jemi në minutat e fundit, më thëmë 2 minuta deri në fund. Faleminderit shumë që ta sonte mysafir këtu në studion tonë. E të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra sa I përket këtij emisioni. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, edhe një herë kërkojmë falje dhe kërkojmë na bëni halal për pyetjet të cilat nuk kemi mundësi t'i lexojmë brenda këtij emisioni, por shpresojmë që do ta merrni përgjigje në ndonjë emision tjetër. E deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.